Unë nuk kam ndërhyr kur në familjet ati. Unë kam ndihmu konatën time në sajt të bashkësortes time si motër. Mu nuk ma nxej goja, sot ai që më ka thonë gruaja ime mu më shumë e bonte ai baxhanaku me mu, që nusja ime kur i gjon këto gjona është gjendje shoku. Ai është një pjanet ordiner që ato e ka dhunus 20 vite me radhë. Ai ka marrë litarin ta varje të njëri. Ai e ka akuzuar atë që ke bo fëmijë me tjerë. Ai ka thonë asaj kur të vinë motrat e tuja këtu, ti do ikësh nga shtëpia, që unë të kap motrën tënde. Ai ka marrë nusën time në telefon dhe ka ngacmu çfarë nuk i ka thonë. Ai i ka kthy fëmijët aq keq kundra asaj, sa nuk e ke iden çfarë flasin ato fëmijë që janë minoren. Të betohem ty, që unë kur nuk i kam rënë qafë ti robi dhe nuk i kam bërë gjon më të vogël. Nëse kam ndihmu kunatën, e kam ndihmu kushdo qoftë, do ta bonte këtë gjë.